Nisi këtë të hënë aplikimi i fermerëve për të përfituar nga skema e mbështetjes në bujqësi dhe blegtori. Në zyrat e aplikimit në Fier, fermerët janë paraqitur për t'u informuar dhe për të aplikuar online për këtë skem. Por ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit fermerët ankohen se janë vendosur kritere shtesë në dokumentacion, çka sipas tyre e kanë bërë edhe më të komplikuar aplikimin. Kam aplikuar vit për vit, kurse si vjet na kërkojnë gjëra të reja. Përderisa u ka paguar taksën e tokës, për çfarë e kërkon plan vendosjen me ti? A është taksa e prona ime që kam paguar? Nëse s'ka paguar taks, aty të madh shteti. Po vjet nuk kanë qenë këto rregulla. Si vjet janë të tjerë, thotë bëj skicën e tokës ku e ke, po unë që ka tokës e kam marrë. Se do leka toka, ne vajkma, ne është atë një pension marri. A urdi do dalim më përpara që ne t'i bëjmë do të përgatitim. Sot çfarë përgatitet të bëjmë ti për hipotekën nëse? E kam herën e tretë që aplikojmë. Si vjet se ata Troskovec na shpjegon bashkia, ti e thotë që do bëhet duhet me hipotekë. Këtë vit buxheti i skemës arrin në 4.4 miliard lek, një shifër kjo më e ulët se një vit më parë. Vetë fermerët e konsiderojnë këtë mbështetje të pamjaftueshme. Asnjëherë mjaftueshme, por ka qenë ndihmë për të ecur me paterica, kështu ndihmë. Po mjaftim në keqë. Se është e duhur që duhet për neve. Ne asnjëherë ne punojmë kot si fermer që jemi. Ne qumshim ta me ndër tallën ata me 500 lekë, me 600 lekë. Aplikimet në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi do të qëndrojnë të hapura deri në datën 30 maj. Kjo skemë aplikohet çdo vit si një mbështetje për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, si dhe të rrisë prodhime vendas.